Kur zoti Pido flet për monopol dhune, unë mendoj se ka vetëm një të drejtë, sepse monopolin e dhunës në këtë vend për 13 vite ka pasur një parti e cila na ka dhunuar kur shefat e këtyre policëve që ju i keni lënë me 700.000 lekë rrogë. Ju i keni lënë me 700.000 lekë rrogë dhe ndërkohë gjithë shefat i kanë Sky që komunikojnë me krimin, na keni dhunuar me gjithë të pastrim parash, që një qytetisot nuk pagull do të rënë, na dhunoni çdo ditë se keni sjell aty analfabet që s'din me lexu tekstin që ju është. Na dhunoni çdo ditë kur bëheni megafoni propagandës, ripost gënjeshtrave të Edi Ramës. Na ofendoni. S'ke që më pësh asë këtë e, kupton? Po ja futkon, moj gocë, se unë s'bëj asë riposte, se kam natyrë të bëj riposte. Kryeministri i shtetit merret personalisht me qytetarët, na dhunoni çdo ditë, kur grupi, kryetari i grupit parlamentar jep urdhër policisë së shtetit publik që të arrestojnë Dritan Goxhaj dhe Gentian Drogni, e jep urdhër policisë së shtetit, na dhunoni çdo ditë, ka në zonë mbrojtur Kapron edhe del në zëvërnes protest. Deputet të cilët asnjë njeri dalin nga kuvendi dhe vetëm ata shpëtojnë nga veza se nuk i njeh njeri. Nuk i njojnë qytetarët se janë të përzjedhur, edhe vetëm ata shpëtojnë. Po qa thua më, kush e një më shkodisni me vesë? Populli shtyp nga regjimi. Ore, populli jam dhe unë. Dhe ke papërgjeshmëri të mbrosh një polic, ti je i përzjedhur, nga një piktor i cili rastësisht punoj që kanë me djeqë, krenar që jetë deputet nuk je. A je krenar që jetë deputet i përstës? Qytetarët i ka kërkuar dhe të probleme dhe tyre në parlament, gjithë ditë në disë. A je krenar që jetë pjesë ditë në parlament, për shfar Ramila që ka marrë 2 fishën e votave të kryeministit? Unë jam deputet, gjithë ditë në disë. Erald nuk do flasë. Për cila ke probleme të zonë. Erald nuk do flasë. Të mbaroj Sinderela dhe kam Ky nuk mund të vi këtu dhe të laj duar që unë përfaqësoj veten, se modeli që ti përfaqësoni, partisë që ti përfaqëson, është duna zvërnet, është duna që vjen aty. Dhe unë jam krenar. Unë, disi është muhabeti, për të policë, që rref atë arbrin që është i neutralizuar aty, për të je krenar. Për arbrin e neutralizuar që rrifet i neutralizuar je krenar. Jam që atje në Zvërnec, ishte momenti, është modeli juaj, ku ke krimin, ku ke policinë nuk reagon, ku ke media që nuk e nxjerr. Ishte momenti lakmus testi. Është fytyra juaj. Nëse s'do kishte reaguar Ministria e Brendshme, të shkarkon dhe drejtorin e policisë, e t'ju ishte licenca atyre, do ashje si do reagoja, se kam reaguar para Ministrisë së Brendshme. Dhe jam krenar që jam pjesë e shumice, që e hoqja të policisë, drejtorin e policisë në Vlorë që bëri atë akt, edhe i shdukua licenca dy kompanive, dhe i asaj shumice që ka bërë spakun për t'i fu në burg të gjitha ta të cilët veprojnë ashtu si shduhet, si kurse si jam krenar që sot policia shtetit nuk vajti edhe të kryon të kordon sigurie që mos dilje ti me arogancë sot të thoshet edhe shvezë. Kush jeni ju që do jeni vezë nga i meje? Kush mo qytetar? E qa tje mo ty të drejton mo të dhunosh njeri unë, moj njeri unë, po s'kam dash kur të të përfajsoj ty. Për zot, s'më ke dhe në votën, s'kam dash të përfajsoj banorën në Sarave, në Delvinë dhe Konispor. Ata përfajsoj. Je ti ndoshta e mëruar në këtë. Ti je vetë mëruar dhe thua që përfajson popullin. Po ty s'të nje kush, sepse ti nuk përfajson asë kënd. Unë përfajsoj sa qytetarë, të cilët kam përgjëjsin dhe tyre. Dhe kjo është diferenca. është përgjëjsia dhe fytyra që kam me oligarki, me fytyra që kam vendosë në publik. Kjo është. Dhe përfajsoj veten time që kam asnjë skelet në dollap, si shumica dhe ata që janë në protest atje. Se kur ju kanë dalë që kanë skelet në dollap, tregon se kush e drejton atë protest, që për mua ti s'nxjerr dot asnjë. Dhe dyta, jam krenar, po them për ato gjëra që kjo shumicë ka bërë për të funë në burg ata që të abuzojnë. Po edhe për këtë polici patjetër. Kam probleme me këtë polici sot se s'bëri kordon sigurie për deputetët dhe la deputetët të rrethoj demokracia, u rrethua demokracia.
U rrethua demokracia. Nuk rrethohet parlamenti. Mos keni me rakë se veza bën mirë dhe policia, ja një sekond. Zero frika mu. Po kjo është çështje demokracie. Është e mirë dhe demokracia i shërben shumë vendit se sa këto palavra populiste. Demokraci, atëherë mos na fusni krim parlament, mos na fusni patjetër edhe spaku të nxjerri poshtë futu. Patjetër mos spaku të nxjerri kush futu. Po ç'mo thua ti me oligarki? Tiri me Redimusin atje. Një oligark edhe më nxjerr Redimusin mua në krye të protestës. Më thua ti me oligark. Sa më thua ti me oligark? Sa më thua ti me oligark? Sa më thua ti oligark? Po atë do mbrosh. Po çfarë më thua ti? Këmo policinë e shtetit? Atë polici me 700.000 lekë mo? Ti vetëm mbron ata me miliona euro dhe s'mbron atë polici me 700.000 lekë? Policin që e ke të gjithë me uniformë të grisur. Po ti e do dhe me më pak lekë. Sepse ti thua dhe kundër investimeve, të mos i rritet kur roga ti polici. Atë thua ti. Atë thua ti po themi. Ti sulmon atë polici tu tani. Dhe shefi komisariatit që e nxjerr në politë, siç ndodhi me atë në kohë. Dhe ti vetë e godet atë polic. Që dalin përballë. Dhe ti vetë godet atë polic po them. Se ja u vidhni tendera. Po dhe vetë godet ti atë polic me 700.000 lekë po them. Po gënjen, po mashtron siç ke bërë gjithë muaj non-stop. Thuaj më pse? Po gënjen, po mashtron. Asnjë polic nuk është dënuar, siç nuk është dënuar as ditën e parë. Në momentin që ju i thyni hunën shokut ton, mos prisni që ai tri aty dhe të thos faleminderit që më keni thyer hundën. Po prind se postova sot se ishte skandaloze po ai. Sa është ky guri që i vete në kokë? Guri që i vete në kokë ti polici tu me 700.000 lekë. Ti prindit këtu. Ti prindit këtu. Qa është kjo? Qa është kjo më guri që i vete në kokë? Po si mu të mbrosë shtë? Edhe ti si mu të mbrosë shtë? Zoti Bido, ta mund si mbrosë dhe Zoti Bido. Unë jam për flak, jo për gur. Po pa tjemu se ti je për anarshi. Sepse ata janë veglat qore që ca i dutve që po vjetë një qëtare. Pra thuaj këtë, duhet themi në 20% ulje ekonomike në theshtatë dhe në anarshi, thuaje. Thuaj për qaje. Po që për anarshi e keni boj ju. Jo, mos me pyeti tani. Besoj unë tani ai do thot, besoj unë që s'duhet. Ai do thotë besoj tani, se ti po i bën pyetje. Se duhet dhunoj. Erald, më le mua ti bëj pyetje të qytetarët. Se ti po bën pyetje ai beson këtë, ai po e thotë. E besoj të thotë qytetar me uniformë e pa uniformë. Po bën pyetje që dihet përgjigjja. Po i thua ai beson këtë. Po sigurisht që e beson kur e thotë. Është ka shqetësu i gur. Zoti Bido, Zoti Miftari, ja një sekund, një ndryrje. Po se ju kanë vrarë elam të flerë klas 8. Të lutem. Herald, ti ke filmuat gurin, edhe s'ke filmuat fëmin që avram shkollë 14 vjeç? Po qa diskuton më? S'kan lidhje. Pse unë jam pro vrasjes. Ti pas ke morë kohën me filmu gurin. Jam pro vrasjes, po jenë të rezim. Po njësoj pra si që jam kunder asaj dhune, jam kunder çdo dhune. Nana i 14 vjeçar është protest. Po them me njerë, kunder çdo dhune. Kunder çdo dhune. Po ç'dhun. Dhe policia është vendja që ka të drejtën, që ndaj dhunës përgjigje. Nuk e përballë Partinë Demokratike. Po s'po si Partinë Demokratike. Fare, ku është ai? E përballë popullin. Po s'kam popullin, po kam ty. Ja guri, ne na vret në shkollë, ne na vret në punë, ne na vret për drita, se sa kameramanët tu, si e më popull. Po i ke lagon 3 vjetë, si e më popull se sa kameraman, si e më popull se sa regjizori tu, si e më popull se ju. Ku do punojnë, po mos pra në emër po në emër tënd. Po në emër të argumentit tënd, ta respektoj argumentin. Unë më vite kesh me son tani tanë Zoti Bido, mas 3 mush, mas 6 mush, mas e vitit. Unë mas nuk vjen keq, ti je me bindjet e mia. Do respektojmë pak një tjetrin. Kam shumë tmerr ata të cilët Zoti Miftari, të respektojmë pak. Sepse di që mua më shkruajmë kërcënime jete në WhatsApp. Zoti Miftari. Nuk e kisha menduar, nuk e kisha. Ju mblidhni ato patronazhistat që i keni lëshuar në rrjet. Atë Zoti Rakipi. Se që nga personuar, zotëron. Duke qenë